Kryeministri Britanik Keir Starmer është takuar sot me presidentin kinez Xi Jinping në kuadër të një vizite që është cilësuar historike në Kinë. Po ashtu, kryeministri kanadez ishte më herët në Kinë, ku nënshkroi disa marrëveshje të rëndësishme siç i cilësoi, ndërkohë një ujdi e madhe tregtare u nënshkrua mes Bashkimit Evropian dhe Indisë. Duket se Europa po përpiqet të ridimensionojë lidhjet në kohra të turbullta me aleatin kryesor. Si keni parë këto lëvizje dhe si pritet të ndikojnë? Nga prizmi evropian, nëse vazhdimisht ka kërcënime me tarifa tregtare, tarifa doganore nga presidenti Trump dhe nëse vazhdon të ketë kërcënime me luftë tregtare, natyrisht që evropianët do të përpiqen të gjejnë edhe ose të krijojnë mundësi të tjera bashkëpunimi. Sa i përket Indisë, unë mendoj që është negociuar gjatë dhe ishte rastësi që tani ndodhi në nënshkrimi, sepse negociatat kanë filluar në vitin 2007 dhe është gati 20 vite që po negociohet. Natyrisht që marrëveshja premton shumë investime evropiane, një zgjerim të madh të gamës së produkteve në dyqanet indiane, që është një treg jashtëzakonisht i madh me një presje 4 miliard njerëz. Dhe këto janë gjëra sigurisht edhe pozitive për evropianët. Sa i përket Kinës, mendoj që për shkak të gjithë këtyre zhvillimeve gjeopolitike nuk do të flitet shumë për drejtat e njerëzit dhe do të ketë një qasje të ftohtë pragmatike dhe realiste dhe do të ketë më shumë fokusim në bashkëpunim ekonomik. E kemi parë për shembull edhe Kanadaja që do të jetë shumë tolerante tani ndaj importimit të veturave elektrike nga Kina, për shembull, do të ketë një ulje masive të tatimeve, çka nuk e shoh si zhvillim pozitiv në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo është edhe pasojë pak që kanadezët e ndjejnë veten në një farë mënyre të trajtuar jo mirë nga presidenti Trump dhe kërkojnë edhe alternativa të tjera. Rreziku i gjithë këtyre përplasjeve do të thosha në këtë boshtin transatlantik është që njerëzit kur shohin që bashkëpunimi bëhet i vështirë, atëherë vrapojnë dhe i përqafojnë fuqitë e tjera të cilat janë autokratike, siç është Kina. Tekse ka bërë të qartë aleatëve europianë se nuk janë më prioritet i sigurisë amerikane, presidenti Donald Trump duket i vendosur të përmbush ato që i sheh si interesa strategjike të Shteteve të Bashkuara. Rrëzoi nga pushteti presidentin e Venezuelës Maduro, kërcënon të marrë Groenlandën për të garantuar sigurinë arktik dhe tani kërcënon të sulmojë Iranin. Grumbullimi i madh i forcave detare në gjij përfshir aeroplanmbajtjen Abraham Lincoln tregon se sulmi është i afërt. Po pse pikërisht tani? Se kemi dëgjuar presidentin amerikan të kërcënojë gjatë protestave masive që u zhvilluan në Iran pas vrasjes së shumë protestuesve, ndërkohë që kemi parë një qetësim të protestave. Pse ndërmerret ky hap tani? Ndoshta për shkak se aeroplanmbajtja nuk ishte afër Bregdetit iranian, tani është afruar, ka qenë në Azi diku nëse nuk gaboj, dhe i duhej një javë derisa erdhi në bregun në Bregdetin iranian.